Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin me ju. Falenderimet tona si gjithmonë janë për Allahun fuqiplot, ndërsa përshëndetjet janë për Zotrinë e njerëzimit, për Muhamedit, familjen, shokët dhe gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij deri në amshim. Në Kur'anin fisnik dhe në hadithet e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, neve na bëhet thirrje që ndjekim shembuj dhe modele. Ndjekim për shembull shembujt e profetëve, shembujt e njerëzve të mirë, të atyre që në Kur'an dhe në Sunet janë përjetësuar si modele që ia vlen të përvetësohen. E veçantë e këtyre modeleve është se na ofrojnë tipare, na ofrojnë virtyte, ose thënë më mirë, na ofrojnë rrugën që ne duhet ta trasojmë në mënyrë që të bëhemi besimtar të devotshëm tek Allahu te bareke wa taala. Këshilla që sot me lejen e Allahut do t'ua prezantojmë na i përshkruan disa mënyra, disa rrugë që nëse ne i trasojmë me lejen e Allahut, do të bëhemi pjesë e karvanit të vepërmirëve që kanë qenë para nesh dhe do të shndrohemi në model, në shembull, në një figurë që i vlen të ndiqet nga brezat që do të vinë pas nesh. Është fjala për këshillën e Abdullah bin Muhammed al-Harawi, i cili ka thënë kësaj: ai që është fisnikruar me 5 tipare, ai i është bashkangjitur karvanit të vepërmirëve para tij dhe i ka lodhur në kuptim të vlerave, në kuptim të rrugës së mirë që ka trasuar ata që do të vinë pas tij. Pra, është bën një personalitet që jo çdo kush mund ta ndjek. Prandaj duhet një seriozitet, duhet një vendosmëri në mënyrë që ne bëhemi të këtill, pra që të bëhemi një figurë model që ja vlen të ndiqet nga të tjerët. Fjala është për këto tipare në vazhdim. E para, ai që kërkon mirësitë në botën tjetër, jo në këtë botë, ai që duron vështirësitë dhe të ligat në jetën e kësaj bote, ai që ofron vepra të mira për ditën e nevojës, ditën e llogarisë, ai që e shet dynjan për ta bler ahiretin dhe ai që zemrimin e tij, pakënaqësinë e tij e bën si çmim për të arritur kënaqësinë e Allahut te bareke wa taala. Se çfarë në të vërtetë nënkuptojnë këto tipare, ne do të mësojmë në vazhdim. Por më parë, me lejen e Allahut te bareke wa taala, ne do të ofrojmë një përmbledhje biografike të këtij dietarit Abdullah bin Muhammed al-Harawi, për të parë se kush ka qenë ai dhe për të mësuar vijimisht për rëndësinë që paraqesin për ne këto këshilla. Abdullah bin Muhammed al-Harawiu është një dietar i dalluar, i vlerësuar për dijen dhe qëndrimet e tij. Imam Dhahabiu ka bërë një përmbledhje të bukur biografike në enciklopedinë e tij Siyar A'lamin Nubala, pjesë prej së cilës ne me lejen e Allahut te bareke wa taala do të shkëpusim dhe do të afrojmë tek ju. Abdullah bin Muhammed al-Harawi ka lindur në vitin 394 sipas hijretit. Rrjedh nga familja e sahabiut të nderuar Ebu Ayub al-Ansarit, Allahu qoftë i kënaqur me të. Për dijen dhe qëndrimet që ka pasur, është përshkruar në superlativ, si hoxha i Horasanit, si sultan prej sultanëve të dietarëve, si hafidh i hadithit, si tefsirolog, si dietar i shkencave gjuhësore. Pra, ka pasur njohuri të thella në fushën e Kur'anit, në fushën e hadithit dhe në fushën e shkencave gjuhësore. Siç përmendëm, ka qenë dalluar për trimërinë e tij. Nuk ka pasur frikë pushtetare dhe as tiranët. Ka treguar se për veten e tij 5 herë i është ekspozuar në dëshkimit me vdekje dhe se në të 5 herët i është kërkuar
që të hesht karshi atyre të cilët nuk kanë darë mendim të njëjtë me të. Pra jo të largohet prej qëndrimeve të tij, por që të hesht karshi atyre që nuk kanë pasur mendim të njëjtë me të. Ka qenë, Allah më shiroft, ndjekësi flakti i mëdhëbit Hanefi, i mëdhëbit Hanbali, më falni. Madje në disa raste e ka shfaqur edhe haptas këtë çështje, në minber ka thënë, unë sa të rroj Hanbali do të jem, dhe këshilla ime, vasijeti im pas vdekjes për njerëzit është që Hanbali të bën. Pra ka qenë një ndjekës i flakti mendimeve të Imam Ahmedit në fik, dhe kështu edhe ka jetuar gjatë gjithë jetës së tij. Ka jetuar plot 84 vite dhe në vitin 481 sipas Hijretit ka ndrruar jetë. Tani do doja të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra që të rikthehemi këshillave të tij dhe të shohim se çfarë përmbajnë ato dhe cila është rëndësia e tyre. Të gjitha këto këshilla kanë të bëjnë me një çështje të vetme, me atë se si ne përvetsojmë modelet e salihinëve, atyre që janë vepërmirë. Ky term, ky nocion është përmendur edhe në Kur'an fisnik, por edhe në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Prandaj para se të kalojmë tutje për të njohur me këto tipare, do doja që të përmendim diçka në mënyrë të përgjithshme sa i përket këtij koncepti. Çfarë në të vërtetë nënkuptojmë ne me termin salih? Këta njerëz që janë salihun, a janë njerëz të pagabueshëm apo janë njerëz që dallojnë prej tjerëve thjesht me një angazhim dhe përkushtim shtesë, me një ruajtje që e kanë më të madhe se sa të tjerët në raport me Allahun te bareke o teala. Dietarët musliman kanë përmendur definicione të ndryshme, por që cilat sillen rreth kryerjes së obligimeve dhe largimit nga mëkatet. Është përmendur se sali është ai njeri i cili e ndjek Kur'anin dhe Sunetin. Ai njeri i cili është i mirë jo vetëm me Zotin, por edhe me të tjerët, pra dallon për moralin e tij, për raportet e tij me Allahun te bareke o teala, por edhe me të tjerët, dallon edhe me njerëzit. Të jesh salih, nënkupton të jesh evlia, pra të jesh i dashur i Zotit, të jesh i afërt me Allahun te bareke o teala, të jesh i veçuar nga Allahu te bareke o teala. Të jesh salih, ose evlia, ose njeri i veçuar për Allahun te bareke o teala, nuk nënkupton të jesh i pagabueshëm. Edhe evliat gabojnë. Pra, këto modele të cilat na afrohen neve të salihinëve, nuk janë modele imagjinare, modele të paarritshme, modele prallore që nuk mund të arrihen, jo, janë modele të njerëzve që mund të arrihen nëse ne ndjekim rrugën e tyre dhe përvetsojmë tiparet që ata janë dalluar për to. Prandaj do doja të nderuar vëllezër dhe të respektuara motra që në vazhdim t'i japim theks më të madh këtyre tipareve në mënyrë që të kuptojmë se për të bërë i mirë ose e mirë nuk duhet që t'jesh i jashtëtoksor, që t'jesh i jashtëzakonshëm, që t'kesh krah për të fluturuar. Jo, për të bërë i mirë duhet që t'kesh një zemër e cila fluturon tek Allahu te bareke ve teala, e cila e favorizon Allahun te bareke ve teala ndaj çdo gjëje dhe ndaj çdo kujt, t'kesh një moral të mirë në raport vertikal me Allahun te bareke ve teala dhe në raport horizontal me njerëzit, pra t'jesh i dalluar për virtyte, për etik, për raportet mira me Zotin e njerëzve dhe me krijesat e tij, pra me njerëzit. Këshilla e parë cilën na jep neve ky dietar i madh Abdullah bin Muhammad al-Harawi është që ne ta favorizojmë ahiretin ndaj dynjas. Pra sali, vepërmir, është ai i cili mirësitë e tij nuk i kërkon në këtë botë,
por në botën tjetër. A e di se kjo botë është kalimtare, është botë e përkohshme. A e di se ne në këtë botë kemi ardhur thjesht për të kryer një mision, për të adhuruar Allahun te bareke ve teala, se kjo botë nuk është vend qëndrimi ynë. Prandaj mirësitë, kënaqësitë, shpërblimin nuk kërkon që ta merr në këtë botë, por në botën tjetër tek Allahu te bareke ve teala. A e di se ajo që është tek Allahu është më e mirë dhe është e përhershme, ndërsa të mirat që janë në këtë botë janë të përkohshme dhe janë jo të plota, nuk janë përsosura. E mire përsosur është vetëm e mira në xhennet. Ai e di se ajo që është tek Allahu na duhet më shumë se sa kjo që kemi në këtë botë, për shkak se në këtë botë ne jemi kalimtar dhe siç do thoshte njëri prej xhallarëve tanë, puno për këtë botë dhe interesohu për të atë sa është jetë gjatë kjo botë dhe puno për botën tjetër atë sa do të jetosh atje. Në këtë botë jemi kalimtar, në botën tjetër jemi të përhershëm, prandaj interesimi ynë për botën tjetër duhet të jetë më i madh për shkak se ajo botë nuk ka fund. Ai që fiton xhenetin, fiton një kënaqësi të përhershme. E ai që Allah na ruajt rrezikon të futet në xhehenem, mund të mbetet për kohë të gjatë nëse është besimtar, ose nëse është prej pabesimtarëve, mund të mbetet për gjithmonë, jo mund të mbetet, por mbetet për gjithmonë, nga se ata që mohojnë Allahun te bareke ve teala, ata do të kenë një fund të këtillë, pra do të jenë për gjithmonë në zjarrin e xhehenemit. Ajo që ka rëndësi të nderuar të rishikues, është se nëpërmjet këtij parimi, nëpërmjet kësaj praktike, do të thosha, nëpërmjet këtyre bindjeve që ne i kemi në zemër, ne nuk bëhemi rob të kësaj dynjaje. Ne nuk bëhemi rob të epsheve, të kënaqësive kalimtare. Ne çlirohemi prej tyre në mënyrë që ta fitojmë të mirën e përhershme. Po kështu ne duke pasur të bindje se ajo që është tek Allahu është më e mirë, ajo që është tek Allahu na duhet më shumë, ne bëjmë veprat mira dhe largohemi nga veprat e këqija. Dhe jo vetëm kaq. Duke qenë se ne mendojmë botën tjetër, atëherë këto vepra që ne i ofrojmë për Allahun te bareke ve teala, i ofrojmë duke pasur një jetën e pastër, duke pasur një jetën e sinqertë, duke pasur dëlirësi shpirtërore, për arsye se ato veprat që bëhen qofshin edhe shumë, nëse nuk e kanë jetën e pastër, ato rrezikojnë që të humbasin fare. Ashtu siç Allahu na ka treguar në Kur'an që të shndrohen në hi dhe plohur. Kjo ka edhe një rëndësi tjetër të nderuar vëllezër, nga se na nxit që të bëjmë vepra të cilat janë jetë gjate, që rrojnë edhe pas vdekjes sonë. Jo rrallë e kemi lexuar, e kemi dëgjuar hadithin e Muhamedit alayhi salatu wassalam, i cili na porosit që pas vdekjes, që ne sa të jemi të gjallë të bëjmë vepra, shpërblimin e secilave vazhdojmë ta kemi edhe pas vdekjes. Për shembull që të japim lëmosh rrjedhse, që të shpërndajmë dituri të hajrit dhe që të edukojmë familjet tona në mënyrë që pas vdekjes son të lutem. Prandaj, kur ne kemi këtë bindje se e synojmë të mirën që është tek Allahu xhallahu ala, ne në fakt angazhohemi për vepra të këtilla që kanë shpërblim rrjedhës, që jetojnë edhe kur ne më të mos jemi fizikisht në këtë botë. Ndryshe, Allahu na ruaj, nëse ne synojmë vetëm që të përfitojmë nga veprat tona në këtë botë, atëherë rrezikojmë që në botën tjetër të mbesim duarthat, të jemi pa të mirë. Allahu ka thënë në Kur'an: "Men kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ata të cilët duan vetëm jetën e kësaj bote dhe bukuritë e saj,
ne do t'u plotësojmë krejtësisht punët e tyre dhe atyre nuk do t'ju mungohet asgjë në këtë botë. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Këta njerëz janë ata që në botën tjetër nuk do të kenë asgjë tjetër pos zjarrit të xhenemit. Pra ai i cili nuk e beson Allahun xhallahu ala, ai i cili nuk beson në botën e përtejme, ai i cili dëshiron që nga veprat që ka bërë të përfitojë vetëm në këtë botë, do ta merr shpërblimin për veprat që ka bërë. Por në botën tjetër s'do të ketë asgjë. Në fakt do të ketë vetëm dëshkim, do të ketë vetëm zjarrin e xhenemit. Ndryshe, nëse ne kemi një jetën e pastër, nëse ne synojmë që të kemi të mira në këtë botë, por edhe në botën tjetër, kjo gjë është e mundshme. Dhe kjo madje ka të bëjë edhe me besimtarët e dalluar, me besimtarët e vërtet. Pra nuk duhet të keq kuptohet kjo thënie që të interpretohet në atë formë sikur ne nuk synojmë asgjë në këtë botë. Jo, ne ahiretit i japim përparësi, ndryshe kriteri i baraspeshimit të gjërave, materiales dhe shpirtërores, është kriteri aplikueshëm në fe dhe madje edhe i lëvdueshëm dhe jo rastësisht. Në Kur'anin fammadh ne gjejmë në lutje cilën për hir të së vërtetës Muhamedi alayhi salatu wassalam, siç përmendet, e ka bërë më së shpeshti, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. O Zoti ynë, na jep të mira në këtë botë dhe të mira në botën tjetër. Pra nëse ne kemi parime të shëndosha, kemi kritere të shëndosha, nëse ne synojmë fillimisht ahiretin, pastaj duam edhe të mira në këtë botë, të mira që nuk na largojnë nga feja Allahut xhallahu ala, atëherë kjo nuk ka asgjë të keqe në të. Ne të nderuar vëllezër, po bëjmë një pushim të shkurtër këtu, por të rikthyer sërish me lejen Allahut te bareke ve teala për të vazhduar me këshilla tjera të Abdullah Haraviut dhe për të parë ose për të mësuar për rrugët cilat na çojnë tek vepërmjet. Qëndroni me ne. Ja u kthyem sërish me lejen Allahut te bareke ve teala për të vazhduar me këshillat e Abdullah bin Muhammed el-Haraviut, të cilat si tham e skicojnë rrugën që ne duhet ta trasojmë në mënyrë që të arrijmë tek vepërmirët. Në pjesën e parë ne mësuam se nëse duam që të jemi prej vepërmirëve, na duhet që të mendojmë më shumë për botën tjetër, që t'i japim përparësi asaj që të mos i duam të mirat patjetër në këtë botë. Këshilla e dytë që Abdullahu e jep për neve është që nëse duam të jemi vepërmirë, atëherë duhet që t'i përballojmë vështirësitë e kësaj bote kalimtare. Duhet t'i përballojmë vështirësitë në dy aspekte. E para në kuptimin e adhurimit, duke e adhuruar Allahun xhallahu ala dhe duke duruar lodhjen derisa të arrijmë kënaqësinë e Allahut xhallahu ala, dhe e dyta në kuptim të ligave të njerëzve. Ndonjëherë njerëzit mund të na shqetësojnë, mund të na fyejnë, ofendojnë, prandaj ata që synojnë të jenë vepërmirë, ata nuk është se merren me provokatorët, nuk është se ju kushtojnë vëmendje, thjesht i shpërfillin nga se nuk duan që të binë në nivelin e tyre. Po i shpjegojmë nga pak në mënyrë që t'i kemë më të qarta. Sa i përket të parës, durimit në fe, manifestohet në dy forme. Para që ne ta përballojmë vështirësinë dhe durojmë në kuptim të adhurimit, pra ne duhet që t'japim më shumë nga vetja jonë, duhet të lodhemi në mënyrë që të arrijmë kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala. Madje ka një thënie e cila i atribuohet Aliut radhiyallahu anhu, i cili ka thënë ai që zemron trupin, ai e arrin kënaqësinë e Allahut xhallahu ala. Pra ai që e lodh veten e tij, ai që nuk i nënshtrohet natësive të nefsit, ai që nuk dorëzohet përballë lodhjes, ai do të arrijë kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala. Sigurisht se
Nuk është e lehtë që të zgjohesh për ta falë namazin e sabat. Nuk është e lehtë ndonjëherë që të qëndrosh për minuta të tërë në qiyam, pra për të falë namaz ose për të lexuar Kur'an ose për të bërë një punë të mirë që kërkon edhe angazhim fizik, për shembull për ta kryer haxhin që ka dhe lodhje fizike. Mirë po, ai që synon Allahun te bareke ve teala, ai këtë lodhje shndron në kënaqësi. Dhe e dyta është që ne të përballojmë vështirësitë në momentet kur ne ballafaqohemi me caktimet e Allahut xhelle wala, sëmundja, humbja e pasurisë, humbja e të afërmëve. Pra janë çështje që nuk janë të lehta, janë të rënda, janë të vështira, por që te i kalohen duke bërë durim. Përmendet se Allahu te bareke ve teala i ka shpallur Musait alayhis salam: o Musa, kënaqësia ime është në kënaqësinë me caktimet e mia. Pra unë jam i kënaqur me atë njeri i cili ndahet i kënaqur me atë që e kam caktuar për të. Ai që pajton me kaderin e Allahut te bareke ve teala, ai që pajton me caktimet e Allahut xhallahu ala, ai njeri e ka arritur kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala. Ndërsa sa i përket të dytës, pra që t'i durojmë të ligat që na vijnë nga njerëzit, kjo nënkupton që ne në radhë të parë nuk duhet që të pajtojmë patjetër me njerëzit. Ne duhet të jemi të sjellshëm, të moralshëm, të kemi raporte të mira, etik në shprehje, etik në raporte me të tjerët, por asesi që të pajtojmë në çdo gjë me të tjerët. Ata që pajtojnë ose ata që bëjnë veprime për t'i bërë njerëzit të kënaqur, ata në fakt nuk kanë duruar. Ata nuk janë prej atyre që kanë duruar vështirësitë, madje ata janë që e kanë rrezikuar edhe kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala. Aisha radhiyallahu taala anha ka thënë: ai njeri i cili flet për t'i kënaqur njerëzit dhe për ta zemëruar Allahun, ai njeri e ka humbur kënaqësinë e Allahut xhallahu ala, por si ndëshkim edhe njerëzit nuk do të jenë të kënaqur. Pra nëse ke bërë diçka që për t'i kënaqur njerëzit, për ta hidhëruar Allahun xhallahu ala, dije se ke humbur Allahun, por i ke humbur edhe njerëzit. E dyta, nënkupton që ne të kemi durim kashi njerëzve që edhe t'i falim. Ndonjëherë ato sjelljet e paheshme, ato provokimet e njerëzve që na bëhen, përveç shpërfilljes, duhet marrin edhe faljen tonë. Dhe kështu ne tregojmë se jemi besimtar të dalluar. Allahu te bareke ve teala dhe i dërguari i tij në Kur'an e kanë treguar një gjë të këtill. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin." Besimtar të dalluar janë ata që vetë përmbahen kashi provokimeve, ata që i falin njerëzit, sepse Allahu i do vepërmirët. Po kështu Allahu te bareke ve teala ka thënë: "Wa man sabar wa ghafar inna dhalik min azmi al-umur." Vërtet, ai që duron dhe fal, ai ka bërë një vepër që është vepër e vlerësuar. Pra, ai që duron dhe i toleron, i fal të tjerët, ai ka bërë një vepër që në vete përmbledh një virtyt të jetë lartë. Hasan Basriu, Allahu mëshiroft, ka thënë se në ditën llogarisë, dikush një therrës nga ana e Allahut do të thret: le të çohen ata që e kanë shpërblimin tek Allahu te bareke ve teala. Pra bëhet një thirrje e përgjithshme për ata njerëz që e kanë shpërblimin e siguruar tek Allahu te bareke ve teala, dhe kur bëhet kjo thirrje, dini kush shohet? Qohen vetëm ata që kanë falur njerëzit. Pra njerëz të dalluar, njerëz shpërblyer me shpërblim të veçantë në ditën e llogarisë, do të jenë ata që për hir të Allahut te bareke ve teala kanë falur të tjerët. Dhe ky moral ose ky tipar ose ky virtyt e ka një rëndësi të veçantë, nga se e para në nxit neve për durimin
që është vlerë e veçantë në fe, që është vlerë e jashtëzakonshme në fe. E dyta, na mundson që ne të vazhdojmë me adhurime, me vepra të mira, pavarësisht reagimeve të njerëzve. Pra, ne në sjelljet tona, në raportet tona, në tiparet tona, nuk është se synojmë patjetër kënaqësinë e njerëzve. Sigurisht se ne duam që të jemi të mirë me njerëzit, por nëse një fjalë e Allahut, nëse një urdhër i Allahut te bareke ve teala nuk has në mirëkuptimin e tyre, në kënaqësinë e tyre, atëherë ne nuk e lëm atë fjalë, atë urdhër, atë vepër pa e kryer, pavarësisht se si reagojnë të tjerë, nga se për neve fjala Allahut xhelle wala është e para dhe është prioritet yni, është përpjekje jona serioze që çdo fjalë të Allahut, çdo urdhër të Allahut ta çojmë në vend, pavarësisht se reagojnë të tjerët. Ky tipar ka edhe një rëndësi tjetër, nga se na mundson që ne të krijojmë një personalitet të pavarur. Pra ne nuk jemi të varur nga të tjerët. Ne nuk ecim tutje duke shikuar se cili do të jetë reagimi të tjerëve, se cila do të jetë përshtypja e tyre. Jo, ne e bëjmë atë që e bëjmë për hir të Allahut xhelle wala dhe pastaj vazhdojmë. Pëlqyen apo jo njerëzit me këtë, u ndan apo jo të kënaqur njerëzit me këtë. Ne thjesht e synojmë kënaqësinë e Allahut xhelle wala dhe kjo na bën që të kemi personalitet të pavarur. Kjo gjithashtu na nxit që ne të kemi raporte të gjalla me të tjerët, nga se duke i falur njerëzit ne fitojmë edhe simpatinë e tyre. Ne nëpërmjet faljes ne tërkasim në ndërgjegjen e tyre. Dhe këtë e ka përmendur vetë Muhamedi alayhis salatu wassalam, të cilit një ditë i është ankuar dikush se ai ka disa të afërm që ky ju flet mirë, pa ata nuk i flasin, i përshëndet, nuk e përshëndesin, ju bën mirë, por ata nuk i bëjnë mirë. Muhamedi alayhis salatu wassalam i tha, në qoftë se është kështu siç po thua, atëherë kjo është sikur t'ju kesh hedhur hit të nxehtë në gjuhën e tyre. Pra, një ditë ata do të skuqen, ata një ditë do të ndikohen nga ndërgjegja dhe do ta kuptojnë se nga këto sjellje tua të mira ti ke qenë i mirë, ndërsa ata kanë qenë gabimtar dhe do të kthehen nga gjykimet ose ato qëndrimet e tyre të gabuara. Pra, nëpërmjet faljes ne trokasim në ndërgjegjet e njerëzve dhe i bëjmë që të kthehen nga gabimet cilat i kanë bërë. Këshill tjetër të cilin na ka dhënë Abdullahu, Allahu mëshiroft, është që ne t'i kushtojmë rëndësi botës tjetër dhe të bëjmë vepra, të ofrojmë vepra për botën tjetër. Sigurisht se ne dimë që në këtë botë jemi kalimtar dhe ato të mira të cilat i bëjmë ne duam që t'i deponojmë tek Allahu te bareke ve teala. Dhe këtë Allahu na ka mësuar edhe në Kur'an famad, madje na ka urdhëruar, na ka kujtuar që ne të kujdesemi për këtë çështje. Allahu ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe le të shikojë njeriu se çfarë ka përgatitur për të nesërmen. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun, është thënë që të kemi frikë nga dy gjëra. E para, në mënyrë që të shmangemi nga hipokritët, dhe e dyta, që të shmangemi nga gjërat e dyshimta. Pra, si besimtar, si devotshëm, duhet të largohesh nga ata që janë hipokrit, dhe e dyta, duhet që të mos bërë gjërat që janë të dyshimta. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dhe njeriu le të shikojë se çfarë ka përgatitur për të nesërmen. Është thënë në kuptim të kësaj se ne duhet të shikojmë se veprat që po i bëjmë, qofshin të mira apo të këqija, a janë vepra me të cilat ne duam të atakojmë Allahun te bareke ve teala apo jo. Pra, kjo që jemi duke bërë sot, a është vepër e denjë me të cilën unë dua të atakoj Allahun te bareke ve teala? Ky mëkat të cilin jam duke bërë, a ja vlen të dal me të para Allahut te bareke ve teala? A nuk do të skuqem kur dal para Zotit me të? Prandaj duhet të shikojmë ato vepra që i kemi bërë,
se ato gjithsesi do t'jenë tek Allahu te bareke ve teala, duhet shikojmë se a ja vlen që dalim me to para Allahu te bareke ve teala. Kjo ka një rëndësi të veçantë nga se e para në nxit që ne të bëjmë vepra të mira. E dyta në nxit që të largohemi nga mëkatet. E treta, duke qenë se ne do të dalim me para Allahu te bareke ve teala dhe gjithë jemi gabimtar, atëherë në nxit që ne të pendohemi për gabimet që i dim dhe për të tjerat që nuk i dim. Po kështu në nxit që ne ta shfrytëzojmë kohën në maksimum, nga se siç e dini e ardhmja është e panjohur për ne. Vdekja është e befasishme dhe në çdo moment ne mund të takojmë Allahun te bareke ve teala. Kështu që përfitojmë nga momenti, nga çasti, nga koha dhe bëjmë vepra të mira sa më shumë. Në Kur'anin famad dhe në hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam na janë përshkruar disa prej atyre pasioneve, atyre dëshirave, atyre gjërave që të vdekurit do donin që t'i bëjnë, na janë përshkruar në mënyrë që ne të marrim mësim dhe përderisa jemi gjallë t'i bëjmë në mënyrë që nesër të mos kemi këtë keqardhje pse nuk kemi bërë. E para ka të bëjmë me namazin. Muhamedi alayhi salatu wassalam ka kaluar një ditë pranë një varri dhe ka thënë ky i vdekur që është në këtë varr do të dëshironte sikur ta kishte mundësinë që të ngritej dhe të falte 2 rekate. Pra i vdekuri, po t'i jepej mundësia, do të donte që të kthehej në këtë botë që të falte namaz. Ne që jemi gjallë, na duhet që të falim namaz në mënyrë që të mos kemi nesër këtë keqardhje të këtyre të vdekurve që ju ka ikur mundësia për të bërë vepra të mira. E dyta ka të bëjë me dhënien lëmosh. Allahu ka thënë në Kur'an: "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin." Shpenzoni nga ajo që ne ju kemi dhënë, para se ndokujt për ju t'i vije vdekja dhe thot: Zoti im, sikur ta shtyje vetëm edhe pak vdekjen, në mënyrë që unë të jepja lëmosh dhe të bëhesha nga vepërmirët. Pra ai që ka vdekur, ai po t'jepej mundësia, do donte që të kthehej në këtë botë dhe t'jepte sadaka, të jepte lëmosh, nga se lëmosha është për atyre veprave që kanë shpërblim të veçantë tek Allahu te bareke ve teala. Dhe e treta është që ne të bëjmë çfarë do vepre të mirë. Përderisa do dalim tek Allahu te bareke ve teala, atëherë të mos kursehemi nga asnjë vepër e mirë që mund ta bëjmë, nga se në momentet e vdekjes disa të vdekur do donin që të kishin qoftë edhe një çast në jetën e tyre, një çast shtesë, në mënyrë që ta bënin një vepër të mirë çfarë do qoftë, vetëm që dalim me të para Allahut te bareke ve teala. Allahu ka thënë: "Hatta idha jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'mal salihan fima tarak." Kur ndonjëri prej tyre t'i vije vdekja, thotë: "O Zoti im, a më kthen sërish në dynja që ta bëj çfarë do vepër të mirë qoftë." Pra kërkon kthim në dynja për të bërë një vepër të mirë të vetme. Çfarë do qoftë ajo, thjesht që të del para Allahut te bareke ve teala me diç. Ne që jemi në këtë botë, që jemi ende gjallë, që kemi ende mundësinë për të falë, ende mundësinë për të dhënë lëmosh, ende mundësinë për të bërë vepra të mira, të nxitojmë, nga se ku ta dim e ardhmja mund të na privojë nga këto të mira. Prandaj të nxitojmë që bëjmë vepra të mira. Këshill tjetër e Abdullahut është që ne ta shesim dynjan për ta fituar ahiretin. Do dua që përsëris sërish se në këto këshilla nuk bëhet thirrje absolutisht që ne ta prishim këtë balancë ndërmjet materiales dhe shpirtërore, nga se është diçka që na ka mësuar Kur'ani, që na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wassalam, pra që të kemi një lloj
baraspeshimi, një lloj balancimit të gjërave shpirtërore dhe materiale. Por ajo që synohet këtu është që ne t'i japim përparësi ahiretit, pra që dynjan ta shndrojmë në mjet për ta fituar ahiretin. Duke vepruar kësaj, siç ka thënë Hasan Basriu, ne i fitojmë që të dyja. Pra kur ne dynjan e kuptojmë si mjet, jo si qëllim, atëherë ne e fitojmë dynjan, por e fitojmë edhe botën tjetër. Kjo tregon se kjo urtësi në fakt është thirrje për largpamësi, është thirrje për vizion, është thirrje për të bërë vepra të mira që neve na sigurojnë një të ardhme të pasosur në botën tjetër, një të ardhme të mirë. Prandaj është përmendur nga shkrimtari i njohur i kohëve tona, nga hoxha i dashur i Ali Tantave, Allahu mëshiroft, i cili ka vdekur, i cili ka thënë kësaj: për 70 vite lexim, kam lexuar libra të shumë, kam lexuar gjëra të shumta, por prej atyre fjalëve që janë gdhendur në kujtesën time dhe kanë lënë gjurmë të pashtyra, është edhe fjala e dietarit të madh Ibn Xhauziut, i cili ka thënë kësaj: vështirësia e adhurimeve kalon, ndërsa mbetet shpërblimi. Kënaqësia e harameve kalon, ndërsa mbetet ndëshkimi. Pra lodhja në adhurime, lodhja në përkushtim për Allahun te bareke ve taala, një ditë merr fund, ndërsa mbetet shpërblimi. Sikur që merr fund edhe kënaqësia e harameve dhe një ditë mbetet ndëshkimi. Prandaj ajo që ne duhet të bëjmë është që dynjan ta shndrojmë në mjet dhe jo në qëllim, në mënyrë që t'i fitojmë të dyja. Ndryshe, siç kanë përmendur dietarët, njeriu më humbës në jetën e kësaj bote është ai i cili e shet ahiretin për ta fituar dynjan. Pra ai i cili ka përmbysur vlerat, ai i cili nuk e synon Allahun te bareke ve taala, ai njeri ka humbur këtë botë, por e ka humbur edhe botën tjetër. Rëndësia e kësaj është se ne nuk do t'japim pas kënaqësive kalimtare, përkundrazi, do të durojmë dhe do të përmbahemi karshi harameve dhe gjërave jorse të kësaj bote. Dhe këshilla e fundit, cilën e ka dhënë Abdullah Haleviu, është që në betejën ndërmjet nefsit dhe botës tjetër, ne t'japim përparësi botës tjetër, në mënyrë që nefsit të mos na largojnë nga rruga e drejtë, të mos na privojnë nga shpërblimi i Allahut te bareke ve taala. Pra, kurdo që ne e synojmë kënaqësinë e Allahut xhallahu ala, atëherë duhet ta dimë se nefsin duhet ta mbajmë të shtypur, nga se nefsi mund të na devijoj. Allahu ka përmendur në Kur'an: "Wala tattabi'il hawa fa yudhillaka an sabilillah." Mos e ndiq epshin, nga se epshi të shman nga rruga e Allahut te bareke ve taala. Epshi nefsin kupton që ne ti përgjigjemi kërkesave të djallit. E kurdo që i përgjigjet kërkesave të tij, ai ka humbur. Allahu ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan, wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar." O ju që keni besuar, mos ecni hapave të djallit, se kush ecën hapave të tij, ai e urdhron për të keq dhe për vepra të shëmtuara. Pra, ne duhet të bëjmë vepra të mira, edhe nëse na vije rënd, ne duhet ta kundërshtojmë nefsin ton, duke dhënë përparësi kënaqësisë së Allahut te bareke ve taala, sepse kush vepron kësaj ka një shpërblim të veçantë. Allahu ka thënë: "Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa." Ai njeri i cili ja ka frikën Allahut dhe i cili e ndalon nefsin nga pasionet, nga dëshirat e tij, ai do të ketë për vend shpërblim xhenetin. Pra nëse ruhemi,
nëse i përmbahemi fesë Allahut xhallahu ala, nëse kundërshtojmë nefsin që na thret në punë të liga, nëse kundërshtojmë djallin që na thret në mëkate, atëherë për shpërblim ne do të kemi xhenetin, do të kemi mirësinë e përjetshme, do të kemi mirësitë e pasosura dhe sigurisht se për xhenetin i avlen të durohat. Allah në mësov që të durojmë në këtë botë, Allah në mësov që të trasojmë rrugën e vepërmirëve, që të përvetsojmë tiparet e tyre, në mënyrë që Allah të jetë i kënaqur me ne dhe Allahut na shpërblej me xhenetet e tij. Allah në lësë që të na ketë në mbrojtjen dhe sigurinë e tij. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.